Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët sonte në këtë trenim mrekullueshëm me Leonorën. Unë Përshëndetje gjithë. mirëmbrëma Leonora, si e? Mirë, faleminderit Mimi, gjithëherë mirë me ty. S'ka si Jam të shumë ndryshe. mirë. Mezi presëm të ndëgjojmë se çfarë do na ndajsh sonte dhe di se është diçka e mrekullueshme. Faleminderit, unë du ta filloj këtë webinar me një falënderim të madh për ty, për Faleminderit. mundësitë që na e jep për krahjen, me të vërtetë është shumë e çmueshme gjithë kjo çfarë bën për mu, për gjithë tjerët në përditshmëri. Jo vetëm sot, jo vetëm tash, po gjithmonë edhe gjithëherë. Jam shumë e lumtur. Sa më të lumtur t'jeni ju, aq më e lumtur jam unë. Këtë e dim. Kjo është dituri, edhe sa më shumë sukses t'keni ju, unë më shumë gëzohem. Dina, Mimi, ne e dim këto që jemi në këtë grup, e dim e shijojmë për çdo ditë këtë lumturinë tonë, edhe ashtu siç thamë edhe shumë herë, tham Mimi, duket sikur ti e do suksesin ton më shumë se që na ja dojmë vetës. Shumë e saktë. Okej, Leonora, skena për ty. Faleminderit Mimi, atëherë mirë se vini gjithë në këtë webinar. Është kënaqësi t'ju shoh këto duke shkruar, shoh mirëmbrëma, përshëndetje gjithëve, përshëndetje vajza, mirë se vini. Atëherë, po e fillojmë këtë webinar me një temë shumë interesante, një temë që Mimi e ka zgjedhë jetë, do me thonë nga bllokimi emocional te liria financiare. Për juve që nuk më njefni, atëherë me lejoni të prezentohem, unë quhem Leonora Beqa, jam trajnere në Akademinë e Suksesit dhe Zhvillimit Personal, jam bashkëpunëtore në një biznes që Mimi ka fillu tani, në një biznes të ri shumë të mirë, e jam një femër shumë e lumtur, edhe s'posaçërisht jam e lumtur që sonte jemi bashkë këto këtë webinar. Atëherë para se filloj më shumë të flas për webinarin, vetëm t'ju tregoj që çdo pyetje që keni ju mund ta bëni gjatë webinarit dhe në fund do të përgjigjemi o Mimi ose vajzat që janë këto të stafit me shumë kënaqësi. Nikosisht edhe unë kam disa pyetje për juve, edhe ju mund të përgjigjeni me një po të thjesht nëse nuk doni të zgjeroheni më shumë, mirë po kjo e bën webinarin, dhe me thonë, edhe më të mirë, sepse bashkëveprimi e bën fuqinë, të e dim, bashkëpunimi, bashkëveprimi e bën fuqinë. Atëherë, përderisa jeni këto, dijeni se nuk jeni rastësisht. Zemra juaj ka kërkuar diçka më shumë qartësi, më shumë kuptim, më shumë liri. Qoftë liri nga bllokimet, qoftë liri emocionale apo financiare, apo liri nga frikrat, liri nga paragjykimet e tjera. Dua t'ju ftoj që sonte thjesht të mos ndëgjoni vetëm thjesht, po ta përjetoni, ta ndjeni me zemër çdo fjalë. Dhe ta lejoni veten të shoh mundësitë që ndoshta ka kohë që keni kërkuar. Po para se të ecim atej, t'ju bëj unë disa pyetje të drejtë për drejtja. Pyetje që ndoshta askush nuk ju ka bërë me vërtetësi deri tani. Dhe ju mund të përgjigjeni ashtu siç ju thash me një po të thjeshtë. Po ju drejtohem veçmas secilit nga ju. A ndihesh e lodhur nga përpjekjet e vazhdueshme që nuk po sjellin rezultate?
A ke ndonjëherë ndjesinë se je gjithmonë për të tjerët, por askush nuk është për ty? A të duket sikur po jep shumë, por nuk merr mbrapsht as dashuri, as vlerësim? A të ka zënë rutina në ngrock, as sa edhe ëndrat duken të largta e pa lidhje në realitet? A ndjehesh sikur je duke humbur kohën, energjinë dhe veten çdo ditë nga pak? Nëse po, dijeni këtë, ti nuk je vetëm. Dhe mbi të që tha, nuk je e destinuar të jetosh kështu. Unë kam qenë aty, dhe sonte do të ndaj jo vetëm historinë time, por edhe një rrugë për të dalë prej asaj ndjenje mbytyse, edhe për të hyrë në një jetë të re, me kuptim, liri dhe vetvlerësim. Historia që do të ndaj nuk është thjesht e imja, është e shumë prej nesh. Kam kaluar një periudhë ku jeta më dukej pa dritë, e lodhur emocionalisht, me të paqartësi të thellë, me komunikim të vështirë në familje, një ndjesi që s'kishte emër, por e ndjeja çdo ditë. Zgjohesha me ndjesinë sikur po jetoja jetën e dikujt tjetër, sikur po plotsoja një skenar që nuk ishte shkruar nga unë. Kush nga ju është ndjerë i lodhur emocionalisht? Kush ka buzëqeshur në sytë të tjerëve, por është ndjerë bosh përmbrapa? Unë atko nuk kisha përgjigje, vetëm shumë zhurmë brenda vetes, dhe një pyetje që më përsëritej çdo ditë. A është kjo jeta që e dua? Isha në një fazë ku dukej si betejë. Pa pasion, pa drejtim, komunikim familje i ftoftë, i lodhshëm, pa qëllim. Dhe ajo ndjesia e boshllokut më shoqëronte kudo, një shqetësim i mbrëmshëm. Domethënë nga do që shkoja e kesha atë shqetësim. Por pastaj ndodhi diçka. Nuk ishte një ndryshim i jashtëm. Ishte një thirrje nga brenda. E ndëgjoja atë zërin tim të mbrëmshëm. Nuk je këtu për të duruar jetën, po për ta jetuar atë me gjithë qenjen tënde. Aty e kuptova se nuk ishe e thyer, ishe e mbi ngarkuar. Ishe e mbi ngarkuar nga frika prej humbjes, nga frika prej varfërisë, nga frika e paragjykimit, nga frika nga kritika. Dhe për herë të parë, unë dola të ndëgjoja veten time. Dhe fillova me një vendim të thjeshtë, të mos vazhdoj më ashtu. Dhe nisa të kërkoj. Mora trajnime nga mentor të ndryshëm. Lexova libra dhe nuk arrija të gjeja atë që kërkoja. Derisa erdhi momenti të kontaktoja me Mimin. Atëherë Mimi më mësoi se po I kërkoja në vendin e gabuar. Dhe me bëri të kthehesha nga vetja. Jo jashtë vetes, po brenda vetes, sepse unë deri atëherë isha duke I kërkuar atë qetësi të brendshme, fuqinë time të brendshme. Isha duke kërkuar në vendet e gabuara. Isha duke kërkuar tek njerëzit, isha duke kërkuar tek gjërat materiale, tek vlerjet, tek shëtitjet, tek rregullimi I vetes, tek vlerësimit nga tjerët.
Do me thonë e kërkoja gjatë gjithë kohës mendet e gabuara. Po aty Mimi e bëri një kthes madhe tek unë, kur më vedisoi se nuk është aty ajo që ti e kërkon, është brenda vetes tënde. Mandej fillova me trajnim. Fillova të mendoj ndryshe, të shëroj emocionet e mia, të lexoj ndryshe mendimet e mia. Ndrova perceptimin për jetën, për situatat, për gjërat, për njerëzit, për gjithçka. Dhe kulmi i mirave ishte se nuk isha vetëm, sepse në jetën time u shfaq ajo dritë. E drita që ne e quajmë mimoza. Një emër që për shumë prej nesh do të thotë më shumë se sa mentore. Është burim drite për mijëra njerëz. Dhe themeluesja e një vizioni që sot quhet I am power. Dhe unë nuk mund të kaloj këto pa e bën një falënderim ka gjithë qenia ime dhe çdo qelize imja. Faleminderit Mimi që ma kujtove se gjithçka që kërkoja ishte brenda. Të jam mirënjohëse me shembullin, për besimin, për udhëheqjen që e bën çdo ditë. Për përkrahjen dhe forcën që i jap jo vetëm mua, po gjithë njerëzve, gjithë ata që janë me ty. Kështu që në I am power fillova të shoh për herë të parë atë që si kisha parë kurrë tek vetja ime. Mundësinë për ta ndërtuar jetën që dua dhe për të parë rënëherë fillova të besoj në mirësinë e njerëzve, sepse dhe me thënë kisha humbur atë besimin tek njerëz, të mirësia e njerëzve, prej situatave të ndryshme, edhe këtë e kisha humbur. Por kur hyra në këtë komunitet, e pash që këtu nuk ka garë, ka përqafim, nuk ka krahasim, ka bashkërënditje. Dhe kur ndihmon dikë tjetër, të ngrihesh edhe ti. Ashtu riktheva fuqinë time që kisha lënë tek shumë njerëz, në shumë situatat e jetës. A jeni gati të riktheni te vetja juaj edhe jo? Do të ishte koha që të filloni të riktheni fuqinë tuaj edhe ju, që e keni lënë tek njerëz, tek situata. Ajo që dua t'ju them është se unë nuk jam vetëm. Nuk jam vetëm këtë rrugtim. Dhe sot unë nuk jam vetëm një femër që ka kaluar bllokime emocionale. Jam një femër që ka zgjedhur të jetë mentore, të ndihmoj të tjerët të ndriçojnë rrugën e tyre. Dhe nuk jam e vetme në këtë rrugë. Femra si unë, femra si ti, si ju, janë bërë pjesë e këtij rrugtimi. Dhe kanë transformuar jo vetëm mendsinë, por të ardhurat, vetbesimin, energjinë, entuziazmin për jetë, harmoninë familje, shëndetin. Ato femra sot fitojnë plus 500, plus 1000, plus 3000, plus 5000. Por më e rëndësishmja, ato kanë paqen e brendshme, dashurinë për jetën dhe entuziazmin. Dhe gjithë këto e bëjnë duke punuar nga shtëpia. Çfarë po flas tani është se ti, unë dhe gjithë secili që është i bashkuar në këtë rrugtim, me mimozën, me këtë biznesin e ri. Dhe me thonë e ka mundësinë të punoj, të zgjedh nga ku do të punoj, sa do të punoj dhe sa do të fitoj. Mjafton vetëm një telefonat dhe internet.
s'ka shef, s'ka zyre, s'ka orare të fiksuara. Dhe nëse nuk e dini, dhe me thonë, unë kam qenë biznes të gjithë jetës time. Njerë kam pas biznes familjar, mandej kam pas shumë bizneset mia, por bukurin e biznesit online e kom zbulu me mimozën. Dhe me thonë, lirin fizike, e kom zbulu me mimozën. Dhe ju tham sinqerisht, me gjithë shpirt, se cili që e prek këtë mrekullin e të punuarit online, asë njerë mo nuk mund të punoj biznes fizik. Sepse është liri totale. Do me thonë, është një mundësi për të ndërmarë. Edhe është një mundësi që ja lëm edhe trashëgimi. Do me thonë, edhe si trashëgimi e lëm të fëmijët e tonë. Një dhuratë që mund t'ja lesh familjes tënde. I am power. Të fuqizon nga brenda. Forever living të jep mjetët për pavarësi financiare nga jashtë. Është kombinimi më i fuqishëm që unë kum pa ndonjëherë. Dhe ashtu si që thash, kam qenë gjatë gjithë jetës time në biznes, edhe jam biznese tjera. Mirë po kjo, mrekulli që Mimi e ka bo, këtë kombinimin me I am power dhe forever, me të vërtet, është kombinimi më i fuqishëm që unë e kam parë dhe që unë jam duke ecur këtë rrugë. Tani, unë jam shumë e privilegjuar sonte, se mu ka dhënë një mundësi shumë e mirë, sepse ne dim që qetësia, dashuria pa kufishme, mirësia në zemër edhe në shpirt vjen vetëm duke i ndihmu të tjerët. Dhe andaj po them që jam sonte e privilegjume dhe falenderoj Mimin që ma ka dhënë këtë mundësi mu sonte për me dhënë një lajm shumë special, një mundësi shumë speciale që i hapër rrugët shumë njerëz. Të gjithë atyneve që hapin mendjen edhe zemrën. Atëherë, unë tani dua të ndaj një dhuratë për juve që ndryshon jetën. Një lajm shumë të veçantë. Nga muaji maj, Mimi fillon një kurs intensiv 6 javor. Ai kurs ose trajnim intensiv 6 javor të mëson si të fitosh 3.000 euro në muaj online. E ndëgjuat mirë. Dhe ai kurs ose trajnim e ka vlerën 2.000 euro. Po, 2.000 euro. Vlera reale është 2.000. Mirë po, për gjithë pjesëmarrësit, ndëgjoni mirë tani këtë, për gjithë pjesëmarrësit që bëhen pjesë e ekipit ton Forever Living, që bën bashkëpunëtor me Mimozën këtë rrugtim të mrekullueshëm, që ne po e shijojmë për çdo ditë. Ky trajnim është falas.
e ndëgjuat mirë, ky trajnim është falas për gjithë se cilin që bashkohet me mimozën këtë rrugtim. Pra kjo është një mundësi që të shtrëngon dorën dhe të pret që ti të thuash, po, unë jam gati. A jeni gati të thuani po për veten, po për jetë të re, po për mundësi që ndryshon gjithçka. Mos e shtyani më. Sepse ajo që nuk vepron sot, nesër do të ketë një justifikim të ri. Mjafton të shkruani jam gati në chat tani. Dhe ne do të lidhemi me juve personalisht. Dhe do të ndihmojmë të fillosh rrugtimin tuaj me ne. Mos harroni. Mrenda juve ka një forcë që nuk ka nevojë të krijohet. Ajo është aty. Ajo vetëm pret që ti të thuash, po, mjaft më. Unë zgjedh veten time. Nëse zemra të rreh, më fort tani, nuk është rastësi. Është sepse shpirti yt ka pritur këtë thirrje prej kohësh. Mos thuaj më ndoshta një ditë. Thuaj po sot. Sepse nuk është kjo një ofertë. Është një portë, është një derë, është një ftesë për të ndryshuar jetën. Një herë e përgjithmonë. Unë dua të falenderoj edhe një herë. Unë dua të falenderoj juve që ishit këtu. Faleminderit që ndëgjuat me shpirt. Faleminderit që e lët veten të besoj. Edhe nëse brenda juve ka dyshime. Ndoshta ishte hera parë që ndjeve një dritë shprehëse pas një kohe të gjatë. Ndoshta ishte hera parë që dikush të tha ti mundesh, ti je i mjaftueshëm. Edhe nëse zemra jote sot u prek, nëse sy të mbushën me lat nga dhimbja, e heshtur apo nga një shpresë e re, dua ta them me gjithë shpirtin tim. Ti meriton një jetë më të mirë. Ti meriton lirinë financiare. Ti meriton dashurinë. Dhe mbi gjitha këto, ti meriton ta zgjedhësh veten tënde, të jesh i lirë financiarisht. Dhe mos t'jesh e mvarur nga askush. Të marrësh, të blesh, të kesh, të jetosh, të shëtesësh, t'ja plotësosh vetes dëshirat pa ja kërkuar askujt. Sepse ke mundësi. Dhe ajo është e mira. Që të shohësh edhe ta dish që mundësinë e ke. Të mjafton vetëm një telefon. Nuk ka nevojë eksperiencë, nuk ka nevojë ta dish informatikën. Nuk ka nevojë. Sepse gjitha i ki nga grupit gatshme, i ki gjitha, ki videot, i ki njohjen e produktit, e ki strategjinë e punës, e ki strategjinë e punës nga Mimoza, e ki strategjinë e punës nga Forever Living. Gjitha i ki të gatshme. Pranoje se fuqia është tek ti. Sepse në momentin që ne e marrim përgjegjësinë, se nëse duhet të bëhet, bëret nga unë, ne e rikthejmë fuqinë tonë nga vetja. Por nëse ne themi që nuk mundem sepse nuk ma lejem burrin, justifikim që me të vërtet mund dhem shumë. Sepse burri ta lejon kur ti ai e din që qëllimi jot është i pastër edhe që ti don t'i ndihmosh familjes edhe që ti don
ecësh lart edhe që ti don të jesh dikush jetën tënde. Edhe pranoje e diso që një femër, kur don diçka, një femër, askush dhe asgjë në botë nuk mund ta ndonjë, përveç vetës saj. Të pranosh është hapi më i madh në jetën tënde. Është shkolla më e lartë e suksesit. Sepse në momentin që ne i pranojmë se është tek unë, nuk është tek tjerë, atëherë gjitha pengesat i kemi kaluar. Atëherë askush dhe asgjë nuk mund na ndalë. Një falënderim i veçantë nga thellësia e zemrës time për Mimozën, për guximin e saj që krijoi dritë për shumë njerëz, për vizionin e saj që e ktheu dhimbjen në mision, për praninë e saj që mësoi se çdo femër ka të drejtë të lirohet, të lulëzojë, të rritet, të zhvillohet. Një falënderim të veçantë për vajzat e bordit dhe mikeme të mia të zemrës. Atëherë, kjo është fundi i prezantimit tim. Kjo është fillimi një jete të re. Dhe nëse jeni të gatshme të ndërtoni me ne, atëherë kontaktoni Mimozën, kontaktoni vajzat që ju kanë ftuar, kontaktoni trajnerët që janë këto, dhe ato do t'ju përgjigjen me hollësi se si mund ta përfitoni këtë trajnim në maj me kyçjen në biznesin e ri që filloi Mimoza. Dhe mos harroni, Zoti nuk ju ka vendosur në këtë jetë për të mbijetuar, po për të ndriçuar. Ju faleminderit shumë. Dhe tani nëse keni ndonjë pyetje, unë te uta nuk di, a ka pos pyetje? O Eleonor, përshëndetje o dritë, ma ke knaqë zemrën. Edhe pse unë po mundona këtu në sfond me dhënajt gati, nuk Faleminderit shumë jam për mbështetjen. përqëndru te mesazhet, po e di që ka gjithçka të mrekullueshme për ty. Tash po jam gati, ka plot njerëz që kanë thonë, po zakonisht këta që janë gati, wow, pas ka thënë jam gati Ilir Ajeti. Wow, Ilir, bravo. Do më thonë këta tjerët janë ata që ka thënë jam gati edhe Fatime Zekaj, këta që i di unë që nuk janë të kyçur në biznes. Unë i përkëtoj gjithë ata që kanë hapur mendjen edhe zemrën edhe ja kanë, me të vërtet, ja kanë dhënë veten mundësi që t'jenë aty, sepse nuk është i vetmi biznes deri tani, e them, i vetmi biznes deri tani që unë e kam parë që ka zero rrezik, se zakonisht në çdo biznes ekziston rreziku që ti investon, a do të kesh punë, a s'do të kesh punë, si do të ecën, të duhet një strategji, domethënë gjithë ata që e kanë një biznes e dinë se si shkon kjo punë. Duhet ta kesh një strategji, duhet ta kesh s'pori një ide, mandej një strategji, mandej do të kesh ide gjatë gjithë kohës të shfaqësh mbështetje edhe në këtë anën të marketingut online. Gjitha këto i ke gati, do me thonë është i vetmi biznes që ta garanton suksesin. Edhe kjo është bekim për gjithë, jo vetëm për mua, për ty, për këta që jemi këto. Janë mundësit pa fondme për zhvillim. Janë mundësit shkallët aty që me të vërtet vetëm nëse nuk dënë. Nëse pak ke dëshirë, atëherë ki mundësit pa fondme për zhvillim.
është mundësi fenomenale për gjithë. Me vërtet, na do të jemi mirënjohës pa fond, mimozës që e ka pru këtë mundësi për antarët e vetë, që e ka hapë dhe me thonë edhe lirim financiare për antarët e vetë. Përveç se janë ato knasësit e grupit, që ne jemi për çdo ditë kontakt, mandej që jemi çdo javë me mimozën atë në trajnim, që mësojmë sekretet shumë të fuqishme të biznesit. Une, dhe me thonë, prej fillimit kur kum hi në këto trajnimet intenzive me mimin, mandej dosht e pa dosht kthehemi mrapa dhe analizojmë gabimet që ne kemi bërë në biznes. Dhe unë shpesh e tham, kur flas me njerëz tham vetëm Zoti më ka dosht shumë, edhe unë kum pas sukses aq sa kum pas, dhe me thonë, sepse për ka njohuria dhe sekretet e biznesit, unë e tham tash, që nuk pas na dit asgjë. Dhe me thonë, unë e kum punu një model, një shablon, si kur kanë punu gjithë, edhe kum pas edhe ashtu biznesin, e kum pas një biznes mbi jetesë, jo një biznes suksesshëm. Edhe pse na kem jetu me atë biznes, kem shëtit, kem jetu, e kum pas një jetë të mirë, po prapse biznesi jem ka qenë mbi jetesë. Tani me këto trajnimet e mimozës që i bën, janë këto e mendje shpërthyse. Edhe këto trajnime, jo vetëm se mund t'i aplikojmë këtë biznes, po në çfarë do biznesin të ardhën ta hapësh, ti e ke njohurin, je i kalet edhe i skalet. Më thonë, je i kalet më për biznes suksesshëm. Dhe kjo është e mira. Ndër shumë të mira që janë aty. Teuta, kemi tjetër gjë? Leonora, unë isha duke i vëzhgu mesazhet, ka disa që kanë thonë jam gati, po uroj që këta do t'i shkruajnë atyre që i kanë kontaktet me ta. Janë disa njerëz që me të vërtet i kemi prit dhe kemi ditur që kanë pasur një thirrje shpirti për ta fillu këtë mundësi të ardhë. Unë ju uroj shumë mirëseardhje, ne të kontaktojnë ty ose se cilin që e kanë kontaktu pas Zoomit. Më kam bet në mendje, du mi lexu një mesazh Zona Gecit. Okej. Mimoza është dritë e bekume. Ajo më dha idenë e biznesit që sot dhe jetoj. Andaj, çka do të më bën dhe thot besojeni, sepse Mimoza ka vizion dhe sheh atë që ne s'mund ta shohim. Ka vizion dhe qëllim të mirë. Nëse Mimoza beson në këtë biznes, atëherë dijeni se është vërtet diçka e mirë dhe e mrekullueshme. Mimoza është njeriu i vetëm që unë i besova dhe më doli mirë. Po pres me padurim me fillu dhe vazhdu dhe këtë rrugtim, sepse i besoj Mimozës dhe gjithë dritës së saj, ashtu siç besoj emrin tim. Leonora je dritë, sa qëtësime dhe sonde. Faleminderit u gëzofsh, o i zona të duam shumë, po ti e lidere. Vazhdo Leonor, të lutem, sepse zonën e kemi shembull të suksesit. Zona unë jam me të vërtet shumë falendëruese që ti një për sa afërmi kemi pas mundësin mu pa në seminarin e biznesit për mimin aty ku ti gjithë këto i ke marrë këto ide, edhe për një kohë të shkurt, ju si qefti mrekullueshëm edhe i keni apliku dhe i keni realizu një jetën e juve. Une, do me thonë Mimoza, kur e ka hap këtë biznes, duke ditë që une kam edhe biznesin tjetër me vlla, une edhe kam këtë pjesën e trajnimit, do me thonë këtë pjesën me I Am Power, dhe ka ditë Mimoza që unë jam shumë e zantë, dhe ashtu si që është Mimoza, do me thonë me atë butësinë dhe mirësinë që e ka në zemër, duke mos dashur më ngarku, mu nuk më ka propozu direkt, unë si e kum po, do me thonë momentin që e ka shpoll Mimoza, unë vetë jem lajmëruar dhe kum thonë, o Mimi, unë du të jem këtë biznes me ti, jo pse kam nevojë financiare, jo pse kam nevojë, do me thonë, për diçka shtesë,
po sepse du mu kon aty ku je ti, sepse unë e di që aty ku je ti, ka vetëm të mira. Po gjithherë gjonat na dalin më të mira se që na i planifikojmë. Mandej Mimoza filloi çdo javë me ato trajnimet, unë atko nuk e kom di që Mimi ka me mëj çdo trajnime me çdo pjesëmarrës aty. Qoftë na empower, qoftë s'është edhe që nuk është na empower, edhe ato do me thonë trajnimet tani erdhën si plus në këto gjonat tjera që i kam unë. Prandaj zona po të tham, unë jam shumë e lumtur për ato që ma lexoj te Uta dhe për vendimin tënd, sepse jo, Forever Living, edhe nëse keni një biznes aktual, nuk ju pengon asgjë, vetëm që është plus ma mirë. Kjo e ndihmon, do me thonë, edhe biznesin tënd aktual, që të marrësh ato njohuritë, edhe sekretet që Mimoza i ndon për biznes, ti aplikosh biznesin tënd, po njëkohësisht edhe ky biznesi aktual e ndihmon këtë pjesën e Forever Living. Prandaj nëse e keni edhe një biznes aktual, dhe me thonë kjo është një plus një rrjedhë parave, plus një e mirë për juve, mos u kufizoni, edhe pse e di që në momentin që kur ta provoni këtë biznesin online, dhe me thonë shipping, marketing online, me të vërtet nuk mund më të punosh. Nuk mund të punosh më biznes fizik, sepse ajo liri që ta jep, kjo punë online, është mrekullim vete. Unë, do me thonë, kur ka diell edhe është koha mirë, unë mu nevojitet vetëm një batarije, edhe ndëgjuesit e mia, edhe mund të shkoj ku do të punoj nga natyra, ose mund të shëptis nga cili do vendi botës, mund të punoj, mund të vizitoj vende, mund të vizitoj familje, mund të doj momente me familjet, me thonë gjitha i kitë mundshme. E vetëmja gjë është të hapë mendje, dhe t'ja lejojmë vetës, të vinë këto të mira në jetën tonë. Leonora, Po, a mundem me t'lut edhe diçka? patjetër. Unë veç ja shkruva mesazhin zonës se zona u kontu qëndru me një kom, do më thonë. Kënej ishtë dëshira, kënej ti a heke ato limitimet që bën dy biznese, me gjitha të ne kemi plot antar në Empower që i kanë dy biznese, edhe e kanë zgjedhë edhe këtë rrugtim të mrekullueshëm. Edhe i liri po mdoket, jo po mdoket, po e vendosi, tha jo m'gati, edhe ajo është biznesmen, edhe kështu që na jemi të hapur edhe të gëzuar, të lumtur shumë që na bashkohen njerëz të mrekullueshëm. Po e kam një lutje për ty. Që atë pyetjen se po na shtohen njerëz në Zoom, ka disa që nuk e kanë dëgjuar pyetjen tonë, ato pyetje që ju bone, e që i qartësove, a jeni gati, a bën me atë ëmbëlsinë e zonit tonë dhe fuqinë e shpirtit tonë mi u drejtu edhe një herë këtyne njerëzve të mrekullueshëm. Po, patjetër te Uta. Atëherë, a jeni gati të thuani po, për veten e juaj, jo për mu, po për veten e juaj. A jeni gati të thuani po për një jetë të re? A jeni gati për një mundësi që ndryshon gjithçka? Mjafton vetëm një po, e shihni se mendja gjithmonë e bën më të vështirë gjonat se që janë. Do thonë me të vërtet, vetëm me një po, ju i lejoni gjitha të mirat të rrjedhin në jetën e ju. Lejoja një vetës, hapuni për të mira, hapnu për mrekulli, sepse ne kur hapumi për mrekulli, në ato na vinë jetën e tonë. Nëse ne mbyllemi, si do të vinë ato?
Unë me të vërtet ju mirëpres edhe jo vetëm mon, po edhe Mimi, edhe vajzat e stafit, edhe gjitha ato aty që janë, ju mirëpresmi, bashkojni me ne në këtë rrugtim, të ecim përpara, të shkojmë drejt suksesit, të krijojmë një jetë që e meritojmë, një jetë në qetësi, sepse tani më kujtua një fjale Avnio që më shumë gjithëherë më kalon për shtypje. Në biznes kur je, dhe me thonë ki momente shumë stresuse. Gjithë ata që kanë bizneset një. Edhe me të vërtet, nëse nuk den ta menaxhosh atë stresin e biznesit, Avnio e ka një fjalë shumë të fuqishme që thotë, nëse një sipërmarrës nuk den ta menaxhoj stresin e biznesit, ai shkon i ri. Edhe mrekullia që Mimi po e bën këtë biznes është që na nuk po ndjejmë asnjë stres. Dhe me thonë, me të vërtet, për çdo ditë është lumturi, është kënaqësi, është qetësi të punosh në këtë punë. Puna që e bën me mendsinë e gjithë secilit aty, me atë vetbesimin, me sigurinë, me bllokimet, sepse kemi edhe bllokime. Dhe me thonë, nëse tash ndjeni një rezistencë, dini që ai është bllokimi juaj. Mirë po, edhe ato i Mimi eliminon. Me thonë, edhe ato bllokime i heq edhe i hapën gjitha rrugët. Edhe gjithçka shkon mirë, vetëm duhet ta besoni mundësinë, duhet ta besoni veten duhet ta besoni se ju jeni taft, ju i meritoni madhështitë. I meritoni madhështitë. Teuta, kemi edhe ndonjë pyetje tjetër? Po, kemi një pyetje nga një zonë të mrekullueshme të cilën unë e smoj shumë. Okej. Edhe pyet, kërkoj ndjes se s'po di, a guxoj unë veç me një penzion a mundem mi ble produktet. Sa për qartësi, kjo është një gru legjend, e fuqishme, e guximshme. Edhe unë ja shkruva mesazhin tim, unë është gjithçka Rukia se je legjend. Tash Bravo. mund është mi u përgjigj ti në atë mënyrën, është shumë e ëmbël, është shumë pozitive. Unë e adhuroj shumë Rukia. Atëherë Rukia, ajo gjithë herë që më rrin mend është sa herë, do me thonë kur kam edhe une, këto pyetje i kam, nga njerë më vinë, kur janë disa projekte shumë të mdoja, e më kujtohet atëherë fjala e Mimit që na thotë, gjithçka që mendja e njeriut e mendon dhe e bën veten ta beson, mund ta realizon. Dhe të vetmit jemi na që i vendosëm ato bllokime. Dhe me thonë me mendjen tonë, se për ndryshe gjithçka është e mundur. Nëse Rukia është pensionere, edhe don t'i ketë këto produkte, ka mundësinë me të vërtet shumë të mirë, sepse edhe nëse nuk don të punosh këtë biznes, që kam raste unë e shembull që janë grupin tim, tash në Forever Living, kur o kyç, ka thonë Leonor, unë e du vetëm për vete ta marra 30%, sepse kur antarësohesh, dhe me thonë, përmes pakos, gjatë gjithë jetës e ki mundësi t'i marrësh produktet me 30%, zbritje. Edhe kur ka fillu me atë qëllim. Ma ka thonë, Leonor, unë du vetëm për këtë. Nuk du të punoj, nuk kam kohë, unë e kam një punë, e kam punën e sigurt, punoj në një punë shteti, okej, gjitha. Mirë, po ma ndej aso ju ka imponu për rrethi, për të mirë e kam fjallën, ju ka imponu duke ja kërku produktet familjar të rrethi, edhe tash është njëra ndër anëtorët e mia më të suksesshme që kam rrjet. Prandaj gjithçka është e mundur, Rukia. Sonila, përshëndes, je mrekullueshme.
Bravo për gjithë që keni hap mendjen edhe ja keni hap vetës mundësit. Tash, shefe Ilir, faleminderit për këto komentet mira që i ban, është ashtu, të me thonë me të vërtetë është ashtu, si që thoni jo, ne jetojmë në epokën e digitalizimit. Shekulli 21 është epoka e digitalizimit. Edhe lum ai që e hap mendjen edhe kap mundësin të hynë këtë ndryshim të kësaj epoke, sepse gjithçka po shkon ditë më shumë drejt digitalizimit. Ne e dim që gjithmonë kajmakun e mbledhin ata të partë. Edhe na, Shqipëri, Kosovë, me këtë biznes, jemi të partë. Ky biznes operon, dhe me thonë, kjo kompani është kompani shumë prestigjioze, që operon 196 shtete të botës, me sukses. Mirë, po në Kosovë dhe në Shqipëri është, dhe me thonë, si kompani është pak e njoftën edhe është e re. Edhe kjo është e mira për ne, sepse kajmakun e mbledhin gjithherë të partë. Teuta. Po Leonor, këtu jam zemër, po lexoja një mesazh të Ilirit, edhe du ta përgëzoj, sepse Iliri bën postimet mrekullueshme, edhe thot kështu, ata që dyshojnë, postimi i fundit tek Lexo Pozitiv në Instagram është pikërisht për juve që mendoni me po sukses dhe liri financiare dhe ky lloj i biznesit që po prezantohet tani. Do më thonë, Iliri i hec dyshimet, Iliri bën video të mrekullueshme, edhe përgëzoj Ilirin për këto. Faleminderit Ilir, me të vërtetë është shumë e fuqishme kjo që po e thu, dhe ashtu është gjithë secili që e kupton pak, se është liri totale të punosh online. Dhe me thonë, ke mundësinë, sidomos për nonat e reja, është mundësi që t'jesh afër fëmijës tënd, t'jesh afër familjes, t'jesh në shtëpitë tënde, të punosh nga do që të shkash. Dhe njëkohësisht kesh liri financiare, sepse aty me të vërtet ka shumë rrjedha brenda kompanisë, nuk është vetëm një rrjedhë parave, ka shumë rrjedha të parave. Une jam shumë entuziazme në këtë biznes, falendruese pafund, fëmijët që e solli në mesin tonë. Unë kum hi pa asnjë dyshim, edhe e falenderoj këtë vetën time të mbrëmshme që mu thej gjithmonë të marr mendime të duhura. Këto limitet, dhe me thonë që ja vendosëm na vetës, janë vetëm limite që i kemi mendjen tonë. Unë i kuptoj që ndoshta disa kanë pas eksperiencat të ndryshme me kompani të tjera, mirë po kjo është kompani prestigjioze, është kompani e njoftun edhe do t'ja lejoni vetës. Tash Mimi, o Teuta, nuk di Teo, o Mimi e keni ndonjë një Unë e slide? ndava, Leonor. Me knaci e ndava. Okej, atëherë, këtu kemi edhe një tjetër befasi, vetëm t'ju them edhe një gjë. Kur je me Mimin në skuadër, kur je me Mimin me një rrugtim, kur je me Mimin me një biznes, ose çfarë do qoftë, Mimi nuk ec, ajo vrapan. Dhe me thonë, çdo 2 ditë ka diçka të re, edhe une, edhe pse i di aftësitë, i di mençuritë, edhe di gjitha të Mimit, une gjithherë jam e befasume edhe tham, Zot, si është e mundur, si mundet t'i mbrit gjitha ato Mimi.
Atëherë këto mimi e ka dhënë edhe një mundësi për gjithë, sepse gjatë gjithë kohës keni pyet kur mimi do të fillon me seminare, me retreat, në fakt, se seminaren e kemi mbajtur gjatë gjithë kohës për Forever Living, po me retreat kemi pas shumë pyetje për shumë antarëve dhe mimi e ka vendosur ta bëjë një retreat. Pra, këtu e keni retreatit Journey to the Soul, retreatit numër 3. Ata që e kanë qenë të Journey to the Soul, retreatin 1 edhe 2, jam shumë e sigurt që jeta atyre nuk ka qenë më asnjëherë e njëjtë. Këto keni retreatin e 3, Journey to the Soul, i cili do të bëhet në Bog, Rugov, me 23 dhe 25 maj. Vendet janë, dhe me thonë, tashmë janë disa rezervime, vendet janë të kufizuara, t'ju them, janë vetëm për 30 persona, atëherë, jo që do një tjeni atje do të reagoni shpejt, edhe mimi e ka dhënë edhe një mundësi aty që për antartë, dhe me thonë gjithë ata që e bojnë rezervimin të uta deri se cila do të ishte në prill, rezervimi që është me Deri me zbritje. 15 prill, Leonora. Deri me 15 prill ata që bojnë rezervimin do t'jenë antarë të Empower, do t'a kenë me çmimin e përgjysmuar. Kështu që më leo tash se kam kënaqësinë ta lexoj këtë. Patjetër. E kam nder dhe kënaqësi ti lexoj këto prezentimet që Mimi i bën për neve. Atëherë, pse ky retreat? Ka një vend ku heshtja flet. Ku ajri është i pastër, qielli më i hapur dhe zemra më e lirë. Një vend ku koha ngadalësohet dhe gjithçka rreth teje të fton të ndalesh, të marrësh frymë thellë dhe të dëgjosh atë zë të brendshëm që shpesh e mbysim me zhurmën së përditshme. Ky retreat është më shumë se pushim. Është një ftesë për të kthyer tek vetja, për të çliruar emocionet e paprekura, për të gjetur qetësi në shpirt dhe për të rizbuluar pasurinë që ke brenda teje. Në zemër të Rrugoves, të rrethuar nga bukuria e natyrës së paprekur, do të hapim një hapësirë të sigurt dhe të shenjtë. Do të meditojmë, do të shkruajmë, do të reflektojmë, do të qajmë nëse ka për të qarë, dhe do të qeshim me gëzimin e shpirtit të liruar. E përsëris edhe një herë, me gëzimin e shpirtit të liruar, gjithë ata që kanë qenë në retreatet e mëparshme e kanë përjetuar këtë ndjesi. Do të jemi bashkë në një rrugtim të thellë, secili me veten, për të mbështetur nga një komunitet që ndjen njësoj. Ky nuk është thjesht një udhtim, është një kthim në shtëpi, një kthim në paqë, në pranimin e plotë të vetës dhe në dashurinë që buron nga brenda. Rezervoni tani. Kur i shoh këto fotografi, emocionohem shumë. Çfarë përfshihet? Meditime të udhëhequra. Përjetoni meditime të qeta në natyrë, të udhëhequra me dashuri dhe përkujdesje. Çdo seancë është e dizajnuar për të hapur zemrën, qetësuar mendjen dhe lidhur thellë me qenien tuaj të brendshme. Ushtrime mendore dhe reflektim. Ushtrime praktike dhe intuitive, që ndihmojnë në çlirimin emocional, thëllimin e vetdijes dhe ndërtimin e qartësisë mendore. Një udhtim i vërtet për të kuptuar mendimet e tua dhe për t'i kthyer në aleat të shpirtit. Fjetje për 2 net në Villa Druri, akomodim i rehatshëm në Bog, mes gjelbrimit dhe ajrit të pastër të Rrugovës, ambient i qetë dhe i ngrohtë,
është pjesë e përvojës, duke ju mundësuar një pushim të plot dhe rilindje të brendshme. Ushqimi dhe transporti nuk përfshihen, për fleksibilitet të plot dhe për t'ju lënë të lirë të zgjidhni sipas nevojave tuaja personale, ushqimi dhe transporti organizohen nga pjesëmarrësit. Në afërsi ka mundësi të ndryshme ushqimi për të gjitha preferencat, por keni mundësi edhe të gatuani dhe vetë. Çmimi dhe oferta. Të pëlqejnë fotot. Këto foto na rikujtojnë ato emocionet që i kemi pas. Çmimi për anëtarët I Empower dhe Forever Power, që i konfirmojnë para datës 15 prill, është vetëm 199 euro, ndërsa çmimi plot është 399 euro. Shumë kujtime të bukura të uta këto. Po, shumë. Edhe kujtimet bukura dhe emocionet pa përshkruane, edhe janë çlirim, janë dëshirë për të marrë pjesë në gjitha tjerat, se s'mund të rrim pa u bashku. Edhe thesaret që i marmi prej çdo ritriti që Mimi e bën, domethënë janë ato thesaret, mësimet, lirimet, teknika shumë të fuqishme. Këto ritrite kur i bën Mimi ndon, domethënë teknika shumë të veçanta për pjesëmarrës. Ne sot e kishmi një bisedë me Suzin edhe Dinën për këtë seminarin e Stambollit, që kemi pas ritritin e Stambollit. Wow. Për ato dhuratat që na i dha Mimi në atë seminar, kur ka qenë prezente Denci, që secili se çfarë ka marrë nga ai seminar. Jo, vetëm dhurat, po ka qenë madhështi, diçka që nuk e kemi besu as për vetën tonë që është Por diçka. ato flas, për ato teknikat që i morëm aty, edhe që po kanë efekt tash gjatë gjithë kohës në jetën tonë, në ato sekrete që i ndo avnia. Janë të mrekullueshme. Atëherë po vazhdoj, do më thonë dita nisja dhe pastrimi energjik. Vendodhja një piknisje në një fshat pranë bjeshkëve të Nemuna, të mirëpresim në bokë në zemër të natyrës. Pasi të jemi sistemuar në hapësirat e akomodimit dhe kemi marrë frymë thellë në ajrin e freskët malor, do të mlidhemi për një ritual hapjeje dhe meditimi, të udhëhequr. Ky moment është për të shkëputur nga përditshmëria dhe për të hyrë me vetdije në energjinë e këtij udhëtimi shpirtëror. Rituali fillimit, qëllimi i udhëtimit, të lirojmë veten nga faji, të kërkojmë falje dhe të rigjejmë paqen. Meditim dhe frymëmarrje thellë në natyrë për të lënë pas barrat e përditshme. Dita 2, ecja e shpirtit dhe lirimi nga faji. Vendodhja, një rrugtim drejt një vendi të shenjtë në bjeshk. Ecja në heshtje për të reflektuar mbi gabimet të së kaluarës. Shkrimi i mëkateve ose ndjenjave të fajit në një copë letër dhe djegja atyre si simboli çlirimit, lutje dhe meditim për të kërkuar falje nga Zoti dhe nga vetja jonë. Ushtrime shpirtërore e lidhje me natyrën. Kjo është dita më e thellë dhe transformuese e ritritit. Do të përfshihen në ushtrime mendore dhe emocionale që të ndihmojnë të qartësoni mendjen, të lironi nga barrat të së shkuarës dhe të forconi lidhjen me veten. Përmes meditimit, ecjes së ndërgjegjshme në natyrë dhe reflektimeve të drejtuara, do të lidheni me trupin, mendjen dhe shpirtin në mënyrë të plotë. Dita 3, bekimi dhe falja.
vendodhja në një lëndin të qetë ose pranë një ujë të pastër, rituali i faljes kolektive. Të gjithë së bashku luten dhe ndajnë përvojën e tyre. Bekimi nga natyra, përdorimi i ujit për të simbolizuar rilindjen shpirtërore, festimi i shpirtit të lirë, këndime, falënderime dhe ndarje mes mirësisë përmes pjesëmarrësve. Mbyllja e ritritit. Ditën e fundit do t'ja kushtojmë mbledhjes e përvojave të përpashta dhe të brendshme. Do t'i kemi një meditim mbyllës, një reflektim të udhëhequr dhe një ndarje të bukur mes pjesëmarrësve. Do të largoheni me zemrën më të lehtë, me qartësi të re dhe me një ndjesi thellësisht të bukur rilidhjeje me veten. Leonora, unë isha pak e emocionune, se mu më kujtojshin ato ritritet e kalune, edhe kjo pjesa e ndarjes me njëri tjetrin nuk na pëlqen hiç, këto atin edhe Mimi, se kena qef më ndajt pas nej bashkë. Ke knaci mi shpërndo këto, unë thjesht kur i lexoj i ndjej, ai që do t'jetë pjesëmarrës. S'di çfarë them tjetër për këto. Ashtu është e uta edhe mu, do me thonë, gjithë ato seminarët që kam qenë edhe me të vërtet jam falendëruese që vetës teme që ja kam mundsu, që ka pas, do me thonë, situata që më është dosh që thojmë ne ta rrotlloj edhe botën që t'jem aty, por gjithëherë ja ka vlerë, sepse mbas çdo seminari, mbas çdo ritriti, do me thonë, është diçka e re. Edhe kur e folëm ne, e thonë fjalën në rilindje, do me thonë, e kemi ndëgju edhe na për librat fetar, rilindje kështot, rilindje ashtot. Këtu du ta them që rilindje është momenti kur ne e transformojmë veten tonë. Do me thonë, kjo është termi adekuat që do të kuptohet mirë, do me thonë transformimi vetës. Jo pse ke qenë ti do me thonë nuk je ke qenë i mirë, absolut. Ti ndoshta ke qenë personi më i mirë që mundet me ekzistu. Mirë po, në rrugtimin tënë ke pas lëndime, ke pas dëshprime, ke pas shkënjime, ke pas ndoshta edhe situata do me thonë traumatike në jetë. Edhe prandaj bohen këto pastrime shpirtërore, pastrime energjetike, në natyrë kanë sidomos shumë efekt kështu si që i bën Mimi, edhe mbas asaj do me thonë ne jemi lirume, e ndjen atë liri, atë lehtësim. Ajo është transformim, faktikisht rilindje. Atëherë te uta, unë nuk di nëse Mimi është këto. Jo, Leonora, nuk është Mimi, se i doli diçka urgjente, nuk është. Unë të falenderoj ty, personalisht në emën saj. Her pas here po na shkruan edhe po na thot ju dua shumë. Atëherë unë ju falenderoj gjithëve pjesëmarrësve të këtij webinari, edhe një herë dua t'ju rikujtoj që për mundësinë e mirë, për këtë mundësinë fenomenale që e dha Mimi sonte, do me thonë për gjithë ata që duan ta kenë atë trajnim, e vlerën e 2.000 eurove, që mësohet hap pas hapi, me çdo detaj, si të fitosh 3.000 euro në muaj, atëherë lajmërohuni te njeriu te personi që ju ka treguar këtë ftesë, edhe falenderoni edhe dini që me të vërtetë ai person ju do shumë. Ne shihemi në webinarët e ardhshme, shihemi me të mira, për çdo detaj, për çdo pyetje që keni, leresh na shkruani. Shumica i keni kontaktet e tona direkte, ose jeni në grupet tona, por nëse jeni i ri në këtë webinar, atëherë lajmërohuni të www.iempower.al
edhe njëri nga trajnerat patjetër që do t'ju kontaktoj dhe do t'i keni në detaje gjitha çfarë ju duhet. Faleminderit shumë. Shifemi në suksese edhe Në në të mirat e plazhe botës. më të bukura të botës. Të falenderoj nga zemra, dashur, na ke kënaq. Të falenderoj për shpirtin e bardhë që e ke, për zemrën që e ke, për mendjen e hapur, për informatat e sakta, për qartësinë dhe për mundësinë që ju dha njerëzve. Domethënë na e kemi një mision që t'ju ndihmojmë të tjerëve, edhe unë e di që shpirti yt ndihet shumë mirë kur atë që e din ta shpërndash me tjerë. Mirënjohse mimit pafund që ishte ajo që na bëri bashk. Gjithashtu edhe unë Teuta. Atëherë ju uroj gjitha të mirat, sukseset pafundme, ju dërgoj shumë dashuri edhe energji të pafundme. Natën. Natën e dashur. Unë dua t'ju përshëndes gjithëve, t'ju them natën e mirë, më erdhën disa mysafir edhe do ta ndëgjoj nesër me siguri, keni kalu shumë bukur, duke u dërgu shumë energji pozitive, shumë dashuri, ta dini, domethënë se ju jeni më të mirë se ajo që mendoni. Jeni më të mrekullueshëm se ajo që mund ta imagjinoni. Edhe përdorni fuqinë e mendjes suaj, fuqinë e dashurisë në zemrën tuaj, edhe transformoni jetën tuaj, sepse mundeni gjithmonë, mos dorëzoheni në errësirë. Po ta kapni dorën që ne e japim tek ju, edhe mos shkputeni më, po qëndroni në dritë se është shumë e bukur drita. Shumë e bukur është dashuria e Zotit. Leonora, të falenderoj shumë për çdo gjë që ke shfaqur, për çdo gjë që je, edhe për çdo gjë që ke në jetën tënde. Du shumë edhe ju du shumë të gjithëve. Natën e mirë.